Të lashe. Qëre, unë jam i lumëtun që kom rri me po pak Maradonën, pak, ju shumë, po naturisht mesin e kom shiju edhe pse si kundërshtari ti më ka ra gjithmonë, së në tifozi Arsenalit, jam edhe nuk është që më ka ra mirë, se në ka ra shpesh me lujtë kundër Barcelonës, po unë mendoj që Maradona u konë një lloj lojtari që Messi nuk i ka ato tipare. Maradona, për shembull, kur është transferu në Napoli, u konë një transfer i asaj kohe që sikur tash mu transferu në Brighton të Anglisë, që shtu diçka. Po mënej kom lexu ma vonë se nuk e di. Edhe kontributin që e ka bo për Napolin, që e ka bo kampion të Italisë, ajo ka qenë jashtëzakonshme. Po ashtu edhe në Argentinë. Po me gjatë Messi për mua është ma i kompletum. Unë mendoj është lojtari ma i mirë i gjitha kura, personalisht. Qashtu e vlerësoj, edhe ju që e thomë une, po flasin statistikat, është lojtari i kompletum. Maradona i jashtëzakonshëm më konë. Të thonë, unë i kom po, për shembull, një ditë rastisht e ndëgjova Gary Lineker, folke për Maradonën, tha, aty thanë ju se keni tha idenë, tha, çka është konë gjendje, tha, me bo me tupin Maradona, tha. Aty tha, s'moj tha mja përshkru, tha se çka konë gjendje, tha, me bo me top Maradona. Aty tha, e kom po, tha, personalisht vetë, folke Gary Lineker një podcast që ka. Edhe, tash në shumë, edhe ai kam rritë gjitha, do më thonë, edhe është bo kampion me Argentinën, kampion i Italisë, po me zatë onë që Messi është lojtari ma i mirë i gjitha kurave, si ma i kompletumi personalisht. Prof për ty? Spari prej një befasiet kampionatit, dullim të Algjiri, dullim të Argentina, nuk në lam me analizu